Sot jam këtu bashkë me deputetin Beg Berisha për t'i adresuar disa shqetësime që për ne janë bukur serioze. Shqetësime të cilat realisht e kanë pru shtetin e Kosovës para një situate që askush do të mund ta mendonte. Him në vitin e dytë pa institucione. Sot do të flasin për 3 tema, në asaj se si e shohim këtë moment rreth gjykatës kushtetuese dhe betejës në atë institucion dhe sulme ndaj këtij institucioni, dhe deputeti Beg Berisha do të flet po ashtu për një sektor të ndjeshëm, për sektorin e sigurisë. Për Aleancën për Armërinë e Kosovës, vendi, shteti ynë, Republika e Kosovës është në situatën më të rëndë në pospavarësi, në një ndër krizat më të thella, me shumë të panjohura, duke e sjellë shtetin në një rrethon ku për mbi një vit, tani kemi në vitin e dytë, vazhdon një eksperimentim i betejave në letër ligjore dhe kushtetuese dhe mos funksionimit të shtetit dhe të qeverisë për funksionet që duhet t'i ushtrojë paraqytetarëve të Kosovës. Kosova sot është në blokadë, ndërsa qeveria është jo funksionale, shteti është jo funksional. Ekonomia e Kosovës është buzë kollapsit në mungesë të investimeve, edhe të sektorit publik, po edhe të huaja, dhe në një blokadë janë ndërmarrjet dhe korporatat të cilat kanë probleme serioze deri tek falimentimi i tyre dhe përjashtimi i punëtorëve nga puna dhe mos dhënies së pagave. Këtu është situata e Kosovës. Çmimet e konsumit për qytetarët, për familjet, kanë ardhur në atë stad që janë bërë të papërballueshme me bojetën. E ku është debati politik dhe publik dhe qeverisë sot? Paramendone që 2 parë zgjedhje i fiton lëvizja vetë vendosje. Në të fundit me 51% dhe nuk është në gjendje ta bëj shtetin funksional për shkak se është e pangopshme dhe don që ta merr edhe këtë institucion, edhe institucionin e presidentes, dhe na sjell në një situatë ku në ditën e fundit me zë ditëm kush është kandidati dhe na imponohet një betejë tjetër në gjykatën kushtetuese, në mungesë të përgjegjësisë totale, politike, institucionale, shtetënore, kisha me thonë dhe historike. Sa i përket çështjes së dekretit dhe debatit kushtetues, Aleanca për Armërinë e Kosovës e ka përgatitur një analizë që e ka si qëndrim të vetin, që do të ndahet me ju media rreth kësaj teme. Por ne është bukur e qartë, e thjeshtë, nëse ka drejtësi dhe trajtohet aspekti meritor. Atëherë neni 86.2 është i qartë, i qartë sikur loti, i pastër si loti. Thot 30 ditë para se t'i përfundoj presidentes, afati i saj mëzyre duhet të ketë zgjedhje. Çfarëdo trajtimi tjetër është rrethanor, çfarëdo trajtimi procedural është për procedurën për raste tjera, çfarëdo tendence me ndodh diçka mas asaj date është pos tendencë për të vazhduar një sak dhe për ma keq për ta bllokuar Kosovën. Një çështje tjetër shumë problematike për ne, lidhet drejt për drejt me mendësinë e lëvizjes vetëvendosje për të sulmuar institucionet e pavarura. Qysh mund del një përfaqësues i popullit, një parti që ka 50% dhe ta sulmoj institucionin e pavarur, gjykatën kushtetuese, të tentoj të ndikoj politikisht, duke shkuar aq lart, duke thënë se disa ambasador po duhen me shkatërru gjykatën kushtetuese. Jo bre burr, ata që e kanë ndërtuar, ata që e kanë ndihmuar, nuk e shkatërroni, e shkatërroni ju që doni të keni ndikim politik. Jemi në këtë konferencë për media për shkak se ky parlament është jo funksional.
Dhe detyra jonë, e grupit parlamentar, që jem në opozit, është me bisedu me ju, me qytetarët e Kosovës, me i thonë se ne nuk e kemi sjell situatën në këtë problem. Nuk jem ne që e kemi pru këtë blokad. Ne si kemi fitu zgjedhje. Sa i përket qeveris, kem dalë, kem thonë regull, kem thonë komendet e tona. Mirë, po nuk mundesh me bloku shtetin për shkak se në mënyrë tepër brutale don ta kapësh edhe në institucionin e presidencës. Andaj, ne do të jemi këtu për të adresuar edhe çështje tjera, mirë po sot në këtë konferencë doni të themi se opozita është këtu, ne jemi këtu, ne i kemi qëndrimet tona, jemi të brengosur, mirë po përgjësia, pesha jonë e politikë është kjo, të komunikojmë dhe t'ju themi atë që mendojmë që është tepër kritike. Duhet të ndalet sulmi ndaj gjykatës kushtetuese. Duhet të ndalet presioni. Nuk guxojmë të vazhdojmë këtë mos për shkak se disa institucione janë bë me sakrifisë të mëdha. Çfarë do tendence për sulmuar, për friksuar, edhe duke ndërlidh me ndikim gjoja se nga ambasadorët është asgjë tjetër vetëm tentim i shkatërimit të rendit kushtetues dhe shtetënor. Ajo që kisha thonë për një bashkim të opozitës në fillim, është i bukur shumë është vonu opozita për të qenë e bashkuar në platformat e veta politike. Dhe unë mendoj që çfarë do bashkimi që duhet ndodh karshi këtij pushteti duhet mos ketë vetëm profil politik e djathtë themajt, po duhet ketë vizion shtetënor. Se si me i dal një situatë një katrahure e cila ka plegu këtë shtet. Diskutimi për garën zgjedhore është tjetër. Ne as atëherë nuk kemi qenë kundër, as tash nuk kemi kundër, ne mendojmë që para petkut ton partijak, para petkut ton ideologjik, është ky shtet, është ky institucion. Dhe unë mendoj përderisa nuk ka kësi mendimi, opozita është e dopt. Opozita nuk duhet me u frigu, me u bashku krejt, me u bashku me një platformë, jo me një ideologji politike, po me një platformë çka don t'i prodhoj këtij shtetin 4 vjet të ardhshme. A kuptoni që derisa po flasim, blokada e shtetit është ka prodhon varfëni, skajshme, pasiguri serioze dhe mbi gjitha rrezikim të shtetit Kosovës. Andaj ne jemi vonë me këtë. Diskutimi duhet me shku përtej profilit djathmajt, diskutimi duhet me qenë çka dojmë me bo për këtë shtet. Dhe a jemi alternativë, nëse jemi, nëse besojmë vetë vetën, e na besojmë, na jemi 6 deputet, i kemi 5 komuna, po na besojmë në drejtën tonë, që ata kemi dalë sot këtu. Para do të thotë betejë rreth dekretit nuk është aleancës. Më falni, ne dhom kontributin ton analitik, juridik, ajo betejë nuk është e jona. Ne kemi pas dje, kemi nda edhe me institucionet që do të me nda, edhe do të ndaj me ju. Në këtë aspekt, këtë betejën juridike ne e shohim bukur ndam prej diskursit politike publik. Sot pse jem këtu, arsyeja është shumë e thjeshtë, vjedh sulmue gjykata kushtetuese me një mendësi që ka qenë e vazhdueshme. Dhe kjo është këtu me i thonë popullit Kosovës që ne jemi gardian të mbrojtjes së një institucioni që është bukur serioz. Sa i përket prezencës e deputetëve ndokën pyet, qëndrimit. Në demokraci ka rregulla, ka ligje, ka kushtetut. Po lidhja e deputetit Bek Berisha është me votuesin qytetarin e vet. Është vullneti i tij se si don apo i saj se si don me u sill në seancë. A do me nejt apo jo? Cili është veprim? Ajo është veprim politik, jo veprim diletant. Andaj, domethënë qëndrimi në sallë nuk mund të rregullohet. Çka do të mund të rregullojë është aspekti i procedurës, i kompromisit. Është turp për një shtet si Kosova, mosmarrëveshjet politike me i bart gjithmonë në një betejë juridike dhe kushtetuese. Ju faleminderit. Ka pas një problem bukur serioz, e ngrit një çështje bukur të rëndësishme,
që lidhet me vitin e kalum, ju e dini që edhe zoti Haradinaj, edhe deputet që kanë qenë në legislaturë kanë qenë bukur desidev. E janë i bashkojt s'kem kushte. Na s'kem pos kushte për në atë kohë për bashkim dhe kanë qenë numrat me botë qeveri. Unë nuk e di, nuk kam qenë këtu pëse s'kanë ndodhë, është gabim. Dhe është gabim që na duhet ta përmirësojmë. Nuk guxon opozita, partitë opozitare me shku prej një gabimi një gabim, se në qofë se nuk nxjerr mësime për i gabimeve, është problem. Na kem gabue në atë kohë edhe me mos votimin e kandidatës së atërshme për kryetar. Për shkak se simas leximit tim të vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, ulësja e krye parlamentarit gati së është e garantuar për partinë e parë. Presidenti nuk është i garantuar, se duhet 80 deputet, po ajo është pak a shumë është e garantuar dhe ai debat vetëm se shkakton diskurs publik pa nevojshëm. Dhe është dashur ta bëjmë. Sot ne jemi në rrezik. Besoj që ishim bukur të qartë që shteti është buzë kollapsit, që ekonomia është para falimentimit, që qeveria është jo funksionale, që sulme ndaj sunet pavara jo mbotëreshtra, nuk ka mundësi këtu tash me pas komoditet. Për këtë arsye, unë mendoj se një unifikim serioz mbi kauzën, jo profilin politik, do të ishte jashtëzakonisht i nevojshëm.